Kresha tek, mirë se erdhe. Mirë se ju gjetëm, Rita. Ti a e din që je një prej DJ-ve më të mirë sot në vend? Jo. A e vren? Jo. Po je. Faleminderit. Je. Ku ju gjejmë të dyve, Faton? Ku jeni sonte, se tash duhet me vazhdu sonte? Është kënaqësi mas pari me që pjesë e radarit. Si çfarë zani ka insoni? Edhe me Kreshën është një periudhë shumë e shkurtë që jemi bashkëpunim, po unë e përgëzoj për edhe modestin, edhe për punën shumë profesionale. Fantastik Kresha, fantastik. Edhe Shumë i Po se po rëndqeth, thënë. na kemi punu, me thonë 2-3 parashitje që kemi pas. Unë kur ju pash ke hera para? E dyta. E dyta, në aneks. Performanca e dytë. Performanca e dytë, jam shkri, sa bukur ka qenë. Edhe qash ka qenë bashkëpunimi sikur me pas punu shumë gjatë, kështu që e vlerësoj dhe shumë suksese për punën që më bëm. Pi bjen që na duhet mi u ndjek në Instagram edhe me prit datat kur do t'i keni bashkë, si Kresha tek edhe Fatoni Sufi, a? Okay. Mujnë me qenë veç evente shumë speciale. Po. Na keni nderu sot. Na keni nderu. Normalisht bashkëpunimi nuk mund të bëkon non stop, mbase kjo dhe punon edhe vetë single. Po Single i Kresha tek a dhe me s'po marrë vesh. Po okej. Jo, single Single me muzikë. Edhe ka shumë që po na kërkojnë që ta ndem. Shumë po. Edhe s'kam faj. Kur do që i vje radha edhe jemi së ardhur, ku do që jemi. Me gjithë shef. Me kënaqësi është me punu me Fatonin, profesionist, domethënë, pa komuniku hiç, Do me thonë, s'keni mos pajtime kështu Kresh. Jo, Na veç me syt jasho pak Fatonit. Edhe kuptoheni me... Bile e fundit ka qenë Majfest, edhe më me thonë që ka qenë performanca një ndër më të mirat e këtë netve që kanë qenë gjatë festivalit. Sa mirë. Kemi marrë dhe komplimente nga DJ-t shumë të njoftën që kanë qenë si vjetë prej Evropës. Bad Box e ma, sakt. Po, kemi marrë shumë komplimente dhe kështu që vlerësoj shumë. Kresh, ti me muzika je në për qytetet të ndryshme, apo dhe ke nis mi kalu kufit? Po kom fillu edhe kufit mi kalu, këtë weekend isha në një klub në Tiranë, s'po dia bën me A sa mirë, po mundesh. Pulsit dhe klubit më të mirë për momentin, për muzikë afrotek për momentin. Edhe në për bare ndryshme plot, në për Po kështu standard ku gjej? Edhe në pej, ditën 6 orë muzikën a majt me Mimin, e përshëndesim shumë. Për orës 12 deri në 6, derisa nale mos e me vazhdu, kishim vazhdu deri tash. E tash s'po di është dita, nata muzikë. Tash verës më siguri jeni super nga është një san që është u rikthy prap elektronika. Unë ju konë dhe dëgjus shumë i rregullt përpara kur ka qenë edhe diskoteka më e mirë që ka pas Prishtina Spray. Edhe kështu që më vjen mirë që është u rikthys, unë kom bashkëpunej edhe me Secret 47, një ndër DJ-at më të mirë që ka ma i miri. Shqiptaria, edhe Sefte kemi fillu para shumë vite që ta ndem. Okej. Po unë e përgëzoj shumë dhe njerë Kreshën. Muzika elektronike ka nis me ndru një farë energjie, që ato e ka bo. Dhe më thonë se një kohë ka qenë kogja pauzë. Ta është karë që kjo fryma e re, afro, house, melodic house. Që sa vjetë bën muzikë, Kresh? Shumë. Shumë? Këm bo pauzë një 10 vjetë, po tash i më rikëthy prapë, si hobi, po tash e kom te kalu dhe hobin. A u dashurova pse bo në pauzë? Jo, veç të këtoj qefit. Veta? Vetë. Publikisht duhet që shtu me thonë. Okej, mirë. Diplomaci. Faton ku jeson ta? Je diku me muzikë? Po, sonte jam në Bambu. Bambu. Kresh? Ja sot pauzë shqyqyr. 3 ditë, do më thonë pa gjumë, sot duhet me flejt. Duhet me flejt. Okej, une shumë e pytje në kom pas, po na kemi kalu terminin në programit. Sinqerisht jam e nderume që ju pata në studio, i dhatë vlerë radarit, sidomos të hanën, ku Prishtina sot është komplet me kolona dhe na ka ndërgu video që pak ju kena dhonë disa rreze të hanës mërzitshme. Ju kena ndrej stripin. Shumë faleminderit. Faleminderit edhe. Nësi se radarin, unë më nxez, po më parasysh. Shona kur? Jo, po më parasysh sa ku najt një natë për Qo është më nxez? E kom çdo ditë për shembull këtë rutinën vajzën e vogël, çdo herë në kopsht, gruaja në punë, kështu që unë jam
dëgjues i rregullt i radarit. Shumë faleminderit Faton. Edhe E kështu ditje me shëndetësoj Kioni punën. tash sa vjet. Shumë faleminderit. Ta kom thonë edhe kështu në për ndaja, po sinqerisht ti e bën një punë të mrekullueshme për njerëz që kanë shumë nevojë për anën sociale, ekonomike, ajo ka shumë rëndësi. Kështu që jep shumë vlerë. Ata që e bojnë, ata që po na ndëgjojnë, ka shumë ushtarë që kanë qenë gati për kondo që ka pas nevojë. E ju faleminderit shumë që ju dha gjithë ta minuta kaq të mirë relaksu, sidomos në fillim javë. Faleminderit. Kresh të shkoftë mbar, na Shumë shihemi ja faleminderit. bojmë high five njëri tjetrit për naja, se du me fillu pak milionanash bambun edhe lounge-in, du ma ardhë vish muzikë. Dush me ndru pak stilin. Duna me ndru pak. Dush me ndru pak stilin. Stilin e jetës. Po, e kuptova.